recetën tonë të dytë, do ta tregojmë më njëherë në ekran edhe të shkruar atë, do bazohemi te tradita, nuk bëjmë dot pa traditën tonë. Ajo na frymëzon, ajo na bën që të japim një tjetër dimension edhe recetës, duke moderuar, duke lënë ashtu siç e kemi mësuar, qull me pull ara dhe me ara. Patjetër. Ajo pula e famshme me ara me qull. Nëse ju doni nuk e Duhet një vendosni pulë e pjekur. Sepse nëse ju nuk doni patjetër një pulë ose pjesët e pulës. Po. Se ka familje më të vogla dhe mund të organizojnë në porcione më të vogla recetën, por gjithsesi ne po flasim për një recetë të plotë ku bëhet fjalë për një pulë të pjekur, ara të qëruara një krush 250 gram, 3 lugë miell gruri, 5 thelp njudhër, krip, piper i zi, gjalp i freskët dhe lëngu i pulës i zier. Qull me pulë dhe ara. Tani, shtojmë. Kemi pjekur pulën. Pulën e kemi. Është e pjekur ajo? Po, dhe pak. Do të shtoj masën e pak ose fare gjalp, pak ose fare vaj. Shtoj më tepër vaj, sepse kam edhe pulën dhe yndyrën që ka lëshuar. E dim shumë mirë që yndyra nuk duhet jetë më pak se vaj, sepse fillon e kokizohet, bëhet e thatë, është problem. Po. Shtoj 3 lugët e miellit. Pa arritur që të digjet yndyra. Po të zverdhet. Ja. Të zverdhet miellit. Të lëshoj aromën gjatë pjekjes, sepse ajo është aroma karakteristike e pjekjes. Dhe si që shikoni, ka mungesën e gjalpit. Ta këtu e kuptojnë. Pasi e kemi dhënë një val pulës apo jo, dhe e kemi vendosur për tu zier. Ja se na pengon paketimi i olës, se e përdorëm për pulaqin, ka qëndruar 2-3 minuta, po do t'japim edhe një punim të fundit. Merr atë ngjyrën, merr dhe shijen në furrë kur piqet, dhe mos ajo pjesa e lëkurës, që është shumë e shishme me të drejtën, kush e pëlqen atë pjekjen e lëkurës, të cipës. Jo ta konsumojmë të gjithë lëkurën e pulës, po ajsa për ne thuash, sepse edhe në të janë të përqendruara edhe shija, edhe disa elementë të shëndetshëm. Mjafton që mos e hisni gjithsesi. Nepsi mos jetë shumë aktiv. Jo, në ato momente. Unë e kam aktiv nepsin. Jo, jam punëtore në përgjithësi, për shembull. Mirë, se ti jesh të punosh gjithë në kuzhinë, gjëja kryesore është që ti t'i provosh, ti kesh neps. E marr atë lëkurën, sikur me qenë ta mama i, qilimi i Aladinit komplet. Nuk s'kam, dorëzohem para shijes, s'kam çfarë të bëj. Ne një pulë të vogël kemi se na e bëre lëkurën si tapet. Jo, unë them në shtëpi, kur është pula e gjithë e tëra. Shiko si u bëte mielli? Ja, opa, krijoj atë masën e qullit. Do të shtoj do thelpit e hudrës, sepse hudra është duhet të jetë me shumicë. Një përzierje sërish të mirë, duke, shiko, tani filloj të jetë edhe ngjyrë kafe, sepse ashtu na duhet, duke e ndihmuar. Tani po të jeni këtu pranë, është përhapur një aromë, çfarë të them? Ajo aroma e pjekjes të miellit, shtuar edhe hudra. Dhe më thoni, cila kuzhinë ka këtë recetë kaq të përsosur në shije? Po, Shqipëria mesme e ka i herë. Domosdoshmërisht. Ne po flas kështu, ne si Shqipëri e kemi, po them cila kuzhinë tjetër e ka këtë kaq të përsosur sa ne. Këtë. Na kanë zili si recetë. E ka turku. Unë nuk e di na ka zilia i ne, apo ne kemi atë,
Po faktikisht 500 vjeta i mori nga kultura jonë. Në ka zili sepse kemi një taban të mirë tradite që kemi ruajtur me fanatizëm ndër vite për recetat të trashëguara brez pas brezi. Mund të them që edhe shefat tanë që kanë bërë emër në gastronominë botërore e kanë marrë tabanin pikërisht nga recetat e traditës, duke u frymëzuar prej tyre dhe duke pastaj i kanalizuar dhe çuar në një tjetër nivel ato, pra një frymëzim nga rrënjët të ndryshe. Tabela e Mendelejevit sa ka? Të gjitha ato formulat janë bazë tabelës së Mendelejevit. Normalisht, edhe kuzhina, çfarë do lloji kuzhine të jetë, bazën e ka në tradit. Po, drejt. Çfarë është baza? Baza kryesore e një kuzhine është qepa, domatja, hudhra. Këto të treja. Më pas fillon edhe hapet pak patate, jo bimët aromatike, që bimët aromatike nuk ka pse të jenë tani. Bimët aromatike kanë ekzistuar. Është në varësi se kur bëhet trendi akoma dhe më shumë, sepse është që kanë hyrë më pas në ëmbëlsira, kanë hyrë të koktejlet. Ja, e lëm tani, avash, do t'i ullë në nxehtësinë. Do të shtoj, tek lëngu kam shtuar kripën. Ops, e largoj këtu. Do të shoj pak. Piper. Do marrim pulën. Ta sjellim të kanë kulluar dhe kolëngjet që do t'i mbajmë për t'i bashkuar bashkë me qullin. Është e plotë, ka dhe mëlqit, Shumë. e pjesët e tjera. E plotë shën ka se ka gjusma në tenxhere të tjerë. Se kështë këthyrë nga nga tjetër. Jo, ashtu do, sepse doja të kisha... Edhe arat, i ka urdisim pak për të lëshuar aromat e yndyrnave të shëndetshme. Si është kënga? A do pulën o me ta myte, a do petlla e flytë ngryte. Qa do më thujtë? Dua të dyja unë po. Qullin do. Arat i grimsoj. Nga na ka ikur, gjysma, nga mezi e poshtë. Njafton që ne jemi me këmbë në tokë. Krahët fluturojnë. Edhe është më mirë që të fluturosh pa preshin. Më mirë me këmbë në tokë. Guri rënd, vënd të vetë. Në gjoksin e pulës e kemi përgatitur Prandaj tash bëhet me pjesët, jo vetëm një pulë, sepse unë edhe ti jemi dy. Mirë e kishe këthyre kështu, që dukesh e gjysma. Aman, edhe ta kamufloj nuk më le. Po ja, 2 kofsh janë, 2 krah dhe pak mëlqi. Ose më bëjnë mua këto, një e kam në shtëpi, një e kam në punë. E ke ndarë më së mirë, ti e ke ndarë këtë pulën kështu? Unë me talentin tim. Kam bërë anatominë e pulës. Anatominë. Gjë mirë se duhet, jo të gjithë din të ndajnë pulën si shduhet, ë? Po. është bakteria është... Duhet i dish pjesët anatomike të baktisë që të ndash. Atere vendos edhe arat pa yndyrë. Tek arat unë të shtoj pak ose fare krip, dhe derisa mua të më piqen. Marrë dhe këtë tasin këtu. Një sekund. Vendos të këtu. I heqim edhe të gjitha. Pra, hapi para prak, kemi zirë sa do pak, disa minuta pjesët e pulës, një pulë të plotë ose pjesët e saj, dhe më pas e kemi vendosur për të pjekur me pak gjalp. Kemi ka urdisur mjellin, kemi shtuar gjalp edhe vajulliri, më pas shtuam hudhrat, mjellin e ka urdisëm, i dham pak ngjyrë dhe aromë të mirë, shtuam më pas lëngun e pulës që kishim zirë, arrat i poqëm, i kaluam në proces termik më përpara dhe i shtuam tek qulli, që ti tregojmë hap pas hapi të gjitha proceset, ja se është nxehtë. Dhe tani është momenti që tek qulli do të shtohet e gjithë masa.
Që ta vendosim përsëri në furrë. Ja të marrim të pjesëzat e vogla të arave. Largojmë. Dhe Okej. kam, po. Pakos piper. Ne kemi këtë vajin e domateve. Lyhet që mos të thahet. Po, të ketë këtë shëlqimin. Se shumë pak do qëndroj. Shumë pak. Një mpik si e lehtë e qullit dhe një ajkosje, si të thuash, e qullit me një ajkës si përfaqe. Të jap një shije pak sa më të veçantë. Dhe është shkati për në direkt furrë. për tek vendi vet. E Në vendosim habitatin e vet. dhe teksa unë lexoj përbërësit e recetës tonë të dytë, qull me pulë dhe arra, do bëjmë gati të punojmë pak edhe brumin e kulaçit. Pula e pjekur, 250 gram arra të qëruara, 3 lugë miell gruri, 5 thelpinj hudhër të topzuara, krip, piper i zi, gjalp i freskët dhe lëngu i pulës së zier. Siç e tham, nuk është e thënë që kjo recetë gatuhet me një pulë të plotë, po me pjesët e pulës, me kofshët e pulës, me krahët, mjafton t'i zjeni, të merrni lëngun dhe më pas t'i piqni që të jenë të thekëruara kur i vendosni në furrë. Rikthehemi tani tek kulaçi, siç e tham, me lamë të qëndroj pak, pushoj brumi, i duhet për të marrë veten dhe për t'u integruar më mirë përbërësit që ne shtuam, për të bashkuar më mirë me njëri tjetrin, edhe për të krijuar një konsistencë të butë, konstante, shëndet të brumit, për t'i dhënë atij më pas atë elasticitetin që ne duam. Pjekja do të tregoj dhe do të shmoj se sa mirë e kemi punuar brumin. Është era e dytë tani që do ta punoj Albana, sepse do të shtoj edhe domatet, po mi vërteton të gjitha këto, besoj. E treta e vërteta. Edhe di, vi kam këtu që bëj televizien këtu, thash, prap do të shtitem. Rëta këtu. Ka njerëz që vetëm nga rrezet e diellit apo edhe nga këto ndriçimet e kanë. Ajo është që ti hyn në provokim, e provokon të shtitja. Aty nuk është e vërtet pastaj. Dy ishin të vërteta. Nuk e di se çfarë baze shkencore ka, po kam parë njerëz që vazhdojnë 10 herë, 15 herë pa pushim. Man, vetëm bëjmë një bazë bashkë dhe ta çoj 10 herë. Nuk po flas për alergjikët, po flas për njerëzit që ngacmohen nga diçka. Unë do vi këtu te Erzat, do ngre kokën lart dhe do të me bazë në numër 1, 2, 3, 4. Deri në 2 e kemi. Man, vetëm të bani numërimet. Numërimet e sakta. Tani, fillojmë dhe punojmë. Ndoshta edhe në banak. Një brum. Do ta pikësh në tepsi apo te kjo tenxherja? Tek ajo tenxherja, gjë që unë. Kjo është tenxherja më e rëndë që ne kemi, peshon shumë praktikisht. Do t'jap një masë letre. Brumrat zakonisht, mishrat. Prite, t'jetë pak e madhe dhe të jetë e lagur. Po. Ja ta lagim pak në qezmë. Do të shtoj domatet. Domatet në vaj. I shtojmë vetëm pasi kemi arritur të paktën 90% të zënjes së brumit. Kështu ta vendosi, besoj, brumin. Po. Pra, kjo është tamam kilja. Si e fundit e miellit që po shtojmë. Pra, nuk e shtojmë të gjithë për një herë. Gjatë qëndrimit mielli brumi më sak lëshohet. Po, ja. Tutet. Po, prandaj dhe janë masa që tregohen, sepse e punojnë mirë. S'kam nevojë ta punoj, se mua brumi më duhet pak i butë, siç e tham. Pra duhet të jetë brumi ngjitës. Po. Jo siç i kushtojmë punimit të brumit të byrekut. Është një kulaç që ka tani nuk është
e lehtë sepse ka dhe copëzat e djathit, të lehtë, ullinjve, tillë të duhet domateve, të thata. Që është edhe vetvetiu mëngjitës. Ashtu duhet jetë, unë tani. E vendosim direkt në tenxhere. Duart me vaj për të mos na ngjitur. Dhe këtë masë brumi. Super. Kështu si që është. E tillë e lëm. Ja një sekondë, lëm pak fare të vidhe aty ku është. Pra nuk do ta vendosim direkt në furrë për të pjekur, por do ta lëm të qëndrojë edhe pak minuta. Do ta nivelojmë pak, do t'i vendosim ato domatet që të mos na faren gjatë pjekjes. Unë do t'ja bëj pak sa në brendësi të yzmeti, brumit. normalisht. Ja, e kam tu. Atëherë. E lyejmë me sasinë e vajit. Kemi Mos këtu u vajin e shqetësoj fare domateve. masa e tillë, sepse do dalin ndryshe. Nga pjekja do të kuptojmë pastaj, brumi do të dyfishoj, do të fryhet ky brumi? I hodhëm në çaj, i hodhëm për Sodi kemi hedhur. Kemi edhe pak sod. Ja, e lyejmë mirë me vaj që të mos thahet shtresa pjesa e sipërme. Prandaj thash që mos u shqetësoni se do të rregullohet. Shtojmë edhe farat e susamit. E vendosim në furrë. Do të piqet dhe do të shojmë deri në fund rezultatin final. Do ta lëmë dhe pak sa taj koset qulli me ara dhe gati për ta pjekur kulaçin tonë.